Njerëz internet sa YouTube sa, por sidomos ju që jeni shikues të A1 Report, u bë kohë tashmë që Vera ka ardhur dhe pse mbas ditëve se di në vende të tjera, po sidomos këtu në Tiranë, ja kput një shi për qef. Po mirë e bën se sa ne freskon ambientin, dielli është shumë i bukur në këtë korrik. Ashtu siç është edhe kjo pishina ku unë kam ardhur në këtë moment për të kaluar ditën dhe për ta përcjellë atë në programin Da Sara në A1 Report. Pishinat janë gjithmonë kështu në rrethinat e Tiranës, me këtë muzikën e lartë. Megjithatë unë kam zgjedhur një pishinë ndryshe që është pak më e madhe. Në fakt do thosha shumë më e madhe. Ka ambient për familjar, ka ambient për të rinj, ka për të ngrënë, dhe alternativat për të ngrënë janë nga më të ndryshmet. Për shembull, ka për të ngrënë një hamburger, ashtu siç është restoranti atje sipër i Panto Resort që mund ta hash. Ka fëmijë ato atje. Hajde një çik juve këtu. Hajde dili një çik televizorit. Me kë ke ardhur ti? Unë kam ardhur me mamin tim edhe me babin. Ha, po kënaqesh? Shumë. Po kur keni ardhur? Tani? Tani erdhete? Po. Sa do rini? Do rrim edhe pak dhe do ikim. E qa po bëni, ku po iknit ju tani? Ne po ikim për të ular në pishinë. Edhe më pat mua, po pastaj po më pat mua. Se ndaluat këtu që të dini në televizor? Jo. E po mirë, përshëndesnin që ka tje kështu me dore dhe. Zogu, si e ke emrin ti sa e bukur? Ailin. Shikoni pak se sa e bukur është Aileni. Sa vjeç je ti mi? 5. Mashallah, po e diti që jesu me bukur? Faleminderit. Do ta pus çik faqen? Vëm çik minu pafshim atje? Paqim! Kishte vetëm një moment me këta fëmijët e vegjël, por sigurisht që njerëz këtu ka shumë dhe unë do t'i vizitoj një pjesë të madhe të tyre dhe juve e dini mirë se si i vizitoj unë. Tash në sfond dëgjohet kënga Zogu më mirë prej kreditve, nuk besoj se do ndahet ndonjëherë se kush e ka zogun më të mirë, po unë di të them që diku në këtë zonën jashtë Tiranës kur shkon nga Mulleti ose në drejtim të Elbasanit, pishina më e mirë prej kreditve është kjo ku kam ardhur unë, jo vetëm për kushtet, por e di kush e bën shumë të mirë. Ja ky djali këtu bën ca gjëra shumë të veçanta, e kemi në Raldi, do na bëj tani në një ditë tipike vere me këtë gotën këtu. Një lloj kafeje të ftohtë me qumësht. Fredo, macchiato freddo quhet, është kremozo, është e veçantë, në diferencë të macchiatove që bëjnë zakonisht nëpër Tiranë. Mirë, po ishte se mos e bëj pa dukur. Dhe unë do përgatis këtë fredon, do ju them dhe ingredientet që duhen për ta bërë. Përbërësit e kësaj fredos. Absolutisht se. Okej, hajtë kameramani këtu brenda tani, të shohim se si bëhet. Një kafe normale. Absolutisht duhet në filxhan të madh. Pra fillon duke bërë një kafe normale një herë. Por me filxhan të madh. Po. Okej, gjysmë filxhani mjafton. Marrim gotë. Merrim pak akull. Akulli hidhet për shkak se kafja nuk mund bëhet kremozon kur e rref, nëse nuk është e ftohtë, nëse s'ka akull. Në varcion sheqerit, mesme të ëmbël. Sipas dëshirës. Pas dëshirës. Shtojmë kafen. Më pas shtojmë qumësht. Edhim qumësht tek gota që kemi marrë me akull, veç nga kafja. Dhe kjo është shakeri më duket, dhe si quhet kjo? Përdoret për të rrahur kafen, për të bërë frappe. Ne do e përdorim për fredon ton, që rrifet.
Ajo bën një lloj përzierje apo përzierje. e grinë edhe akullin? E shkrihet dhe akulli dhe duke u shkrir akulli, ajo ftohtësia krijon këtë shkumën që bëhet kremozo. Dhe ndërkohë përzin dhe sheqerin, sepse sheqeri absolutisht duhet hidhet përpara. Sa zgjat si proces? Diku ke 2 minuta përgatit një fredo të mrekullueshme. Jo, unë them sa zgjat si proces kjo që e përzien apo me sy. E shikon me sy, mendje, absolutisht e shikon me sy këtë gjë. Mbasi kafen e kemi përzier, kalojmë ke faza 2, që është dhe faza finale, që rrifet qumshi. Kjo krijon atë shtresën e tretë, që është shtresa kremozo. Kjo bë absolutisht plotësisht kremoze. Komplet kremozo. Do shikojmë dhe kur ta hedhim. Okej, tani është gati. Dhe tani do shikojmë hedhjen që duhet. Më pas për dekor, shtojmë vetëm pak kafe, sipër. Dhe fredo jonë e mrekullueshme është gati për dasarën. E mrekullueshme, ha? Do ta provoj unë të them una është e mrekullueshme. Është absolutisht e mrekullueshme. Njerëz internet sa YouTube sa sidomos që jeni shikues ta një report, kompleksi shumë i madh dhe i bukur, ofron shërbime nga më të ndryshmet, por sidomos njihet për garat me kuaj ky kompleks, sidomos gjatë periudhës jo të verës. Vera në fakt është e përqendruar e gjitha tek pishinat, e logjikshme kjo gjë. Mirë po, unë kisha shumë dëshirë që me atë stilin tim të bëja disa intervista aty që po pushojnë sot në këtë pishinë, por me të drejtë shqetësoheni, ishte një mision i pamundur për arsyen se dikush ka veshur braziliane, por nuk ka menduar për celulitin, por ka dhe nga ata meshkujt që ja, si që kanë shqiptarët që e kanë qik barkun e madhë zakonisht, kështu që dhe ata e kishin të vështirë, me të drejtë, që të dilnin dhe të prononcoheshin përpara kamerave ose që ti filmonin pak më mirë. Megjithatë, Panto ofron disa lloj shërbimesh dhe një prej tyre është restoranti atje. Neve do të futemi në kuzhinë dhe do të zbulojmë botën e kuzhinës me disa gatime që janë shumë të veçanta dhe që i gjeni vetëm këtu. Njerëz internet sa YouTube sa jam Ervini. Ervini është një i fiksuar totalisht. Unë nuk e di se si mund të gatuash kaq mirë sa gatuan Ervini dhe ti je kaq manjak i pastërtisë. Tani një herësie, përshëndetje gjithë atyre që po na ndjekë. Përshëndetje. Ervini, më thuaj një kush janë gatimet kryesore që bëhen këtu tek Panto? Te Panto, gjatë sezonit verës më shumë kemi pastat dhe mish. Ato janë ato që përdoren më tepër, ë? Pastat dhe mishi. Pastat dhe mishi. Që i gjejmë këtu pastaj që pushuesit nga pishina mund të vinë të hanë këto edhe janë të lehtësuar. Patjetër. Nuk janë shumë të. Patjetër. Do na tregosh sa gjëra të mira aty tani, do na gatuash? Sot do përgatisim një sallatë të Pantos lokalit. Me rukola, radikjo, moll, është kjo këtu. Është kjo sallata këtu. Rukola, radikjo, moll, e pjekur me salcë balsam, gorgonzola, ara dhe borzilok. Besoj që është e lehtë. Besoj se po. Me ingredientet që ka, nuk është... Mirë, unë besoj që me këto lloj përbërësish, se fjala ingredientët më duket pak fjalë jashtme mua, megjithëse ka filluar të hyjë dhe të përdoret edhe këtu në Shqipëri. Besoj që me ato lloj përbërësish është një sallatë tipike verore që hahet dhe bie lehtë në stomak, apo jo? Patjetër. O Ervini, a është e vërtet që këtu në Shqipëri abuzojmë me ushqimin e hamçik rënd? Pyesim fare. Mendoj se po. Mendoj se po. Si vepron vet? Kur je kuzhinier kaq i mirë dhe gjithkohën tënde e kalon në kuzhinë,
Aha, vetë kuzhinierja është e vërtet. Aha, të gjithë njerëzit han, po dua të them, a është llupës për shembull, është e thënë që patjetër një që gatuan në kuzhinë dhe që e do kuzhinën tjetë patjetër edhe një hamës, po themi në fjalë. Mundohem të konsumojmë ushqime që janë në sa më pak yndyrë të gjitha këto, por prapë nuk e kam arritë se jam pak mbi pesh. Jam mbi pesh. Mirë, Ervini, s'ka gjë. Çaça kokën gjithë burrat shqiptarë kanë për krenari kur kanë kështu barkë dhe janë mbi pesh. Nuk e di pse, vetëm shqiptarët thonë që ke më shumë sukses me femrat po patë bark, vetëm Shqipëria kam dëgjuar këtë. Po nejse. Tani ti ke vendosur gjithë këto gjërat këto, na shpjegosh në çik çfarë do bësh më. Tani do përgatisim dhe një risotto me fileto vici dhe stiga pishe. Gjithashtu dhe një bërxoll qinqi me gjethe mente. Okej, ta shikojmë një çik si do e përgatisësh. Jepi. Si fillim vedi pak gjalp dhe vaj. Kavardisim qepën. Ka fërdisim, sa më pëlqen fjala e ka fërdis. Fakt i thon ndryshe të ta përzjesh, po ka fërdisje sikur jep një logjik tjetër, apo? Ne pas shtojmë karrota dhe spes kuq. Karrota dhe pes. Karrota dhe spes kuq. Do ta vjedhim neve ty këtë Patjetër. recetë. Ja japim asaj zonjës Tefta që e kemi atje te televizioni jo. I lëm pak të bashkë. I lëm pak sa të marri pak ngjyrë qepa bashkë me speci. Vështëm dhe fileton e vicit. Është fileto vici ajo. Patjetër. Me copza të vogla sepse po bëjmë risotto kështu. Jemi në përfundim të risottos. Do shtojmë edhe pak parmezano të byrës. Dhe besoj se është gati për të servir. Besoj që parmigiano I jep një shije tjetër dhe unë vura re që nuk jo dhe krip nga që e ka parmigiano kripën, apo jo? Kam hedhur pak fare krip. Kjo është pjata e parë. Me njëherë mbas sallatës, pra kemi sallatën këtu të lehtë fare, kemi risotton të lehtë me mish, me karrota, që bën mirë ta hash në verë, sepse nuk ju bëhet barku, siç më është bërë mua, edhe Ervinit. Edhe vazhdojmë tani me pjatën e tretë dhe të fundit. Tretë po. Bërxollën e qinqit me gjethe mente, mbasi kemi marinuar me kryp dhe viper bërxollën e qinqit. Ndërkohë që ti, Ervin, përfundon aty ato bërxollat e qinqit, edhe kameramani meriton ta provoj këtë risotton, që ishte shumë e mirë. Mbasi me një skuqe të lehtë, do ta shuaj me uzo. Wow, me uzo. Ky është uji tani, a? Po, shtojmë ujë, të zbutet pak mishin. Ky proces e zbut pak mishin. Shtojmë gjethet e mente. Brinja po merr zjerje. Do përgatisim Një tigan tjetër, po ti ke hedhur këtu brenda tani perime, a? perime, po, bryelak, Edhe janë pishtaja, po? bryelakër, brokoli dhe karrota. Kemi marrë përfundimisht, kemi vjedhur gjithçka nga kuzhina italiane. Më bën përshtypje që themi pomodorini, por meqense në Shqipëri nuk ekzistonin këto domatet e vogla dikur, na mbetet vetëm pomodorini ti thrasim. Çfarë i hodhe tani, piper? Pak piper. Megjithse e kishte piperin të marin. Po, e kishte mishi pak piper për salcën.
Edhe krip, se ne shqiptarët kripën e kemi qef shumë. Serviret kështu kjo? Pjatë druri, po. Pjatën e drurit. Pjata është gati. Ervini të lumshin duart sa po bëre një drek të lehtë, të shishme dhe ndërkohë që të ngop apo jo? Patjetër. Të lumshin duart ne po ikim ta shijojmë tani. Faleminderit, ju bëft mirë. Mirë, për fatin tim të mirë, për fatin e mirë të kameramanit, por edhe të kuzhinjerit që ka gjithë ditën që gatua dhe që me siguri ky është momenti i tij i vetëm i pauzës, ja ku do shijojmë gjitha ato që u përgatitën pak më parë, dhe juve përveç se ju mbetet vini këtu për t'ja arritur këtij qëllimi, unë nuk kam asgjë tjetër për të shtuar deri në momentin që do t'ju them se në fakt nuk mbaron argëtimi me kaq, sepse janë dhe kuajt, për këtë njihet ky kompleks më tepër. Aty do ju them miropafshim bikal. Për fatin tim të mirë, ja bëj gëzili, duke i provuar dhe duke ngrënë unë gjitha këto. Miropafshim. We go out to a party somewhere, the moment we walk in the door. Kam zbritur unë në manezh, kështu quhet teknikisht kjo zona, jam me zotin Gazmen Brahimi. Gazmeni këtu punon dhe është instruktori kryesor, ndoshta më bëj një prezantim vetë më mirë për ata që po na ndjekin. Okej. Atëherë këtu është qendra hipizmit Panto. Ambienti ku ne jemi quhet manezh. Stërvitje ku stërviten kuajt dhe kalorësit. Unë këtu punoj prej kohësh, jam instruktor dhe kalorës i kësaj qendre. Dhe kalorës, ëh? Po. Inshallah do të kem mundësinë të shikoj një performancë nga një specialist të dhënies kalit. Po, patjetër. Gazmen, kishte një ndjesi kështu të veçantë që pata, që e dija që do zbrisja mbasi bëra një vizitë në të gjithë resortin. Sigurisht që Panto njihet për kuajt, edhe për këtë zonën që ka, edhe emrin e ka nga kjo, ëh? Edhe emri pikërisht prej Një kali shumë famshëm. prej një kali shumë të famshëm. Megjithatë, Gazmen, unë zbrita e qetë, po kur u përballa me kalin afër meje dhe me idenë që do hypja mbi të, dhe sidomos kur njëri nga këta djemtë e tu këtu më tha, shiko, për këtë le pak me dorë njerë, fillimisht më duk i madh, kali dhe i frikshëm, pavarësisht se ndjesia e parë që t'jep është paqe, kali është shumë paqësor në fakt si kafsh. Shumë e vërtet, normal Por është i madh, ka gjithë ato patkonj. është i madh, po është shumë i qetë, shumë i dashur dhe shumë i joshës ndaj njerëzve. Është një kafshë shumë e zgjuar, është shumë e ndjeshme dhe i pëlqen gjatë gjithë kohës të ketë shoqërinë e njerëzve dhe të merremi me të. Kjo shkollë hipizmi është ndër të paktat ose ndoshta e vetmja. Edhe në fakt ka kohë, megjithatë unë nga fëmijëria ime mbaj mend djemtë e lagjes që i merrnin kuajt dhe me një lloj hurajoje kështu të çuditshme, i jepnin. Domethënë hipnin dhe kaluronin. Megjithatë tani do një lloj kulture kjo apo jo? Sigurisht që po. Ka njerëz që kanë frikë, si janë klientët kur vinë këtu? Po, janë të ndryshëm këto, varet simas vendit dhe ambientit ku kanë jetuar, ku janë rritur. Një pjesë e mirë e tyre që janë rritur në fshat ose në periferi qytetit ku kanë pas kontakt me kafshët, nuk është se ju bën përshtypje, përkundërzi. Janë më të dashur, më të joshur. Edhe më Të lirshëm po më të lirshëm dhe më shpesh vinë këtu. Ndërsa ka edhe nga ato që ju duket kali kanë një fobi në vetvete, ju duket sikur është diçka si egërsirë. Po realisht nuk është ashtu. Momenti që fillojnë afrohen, krijojnë një kontaktin e parë, atëherë ndryshon totalisht ky mendimi. E kuptoj. Megjithatë si funksionon, nëse unë për shkak se unë zbrita për të bërë këtë emision, mirë po shera parë që vi këtu, më kanë thënë shpesh, por nuk e di pse e kam neglizhuar, si funksionon si kliente, nëse unë vi këtu dhe dua të bëj ndoshta një garë, të provoj të bëj xhiro me kal. Okej, atëherë për garën mund të vini ditët kur zhvillojmë, kemi një plan kalendar të përcaktuar me nga Federata e Sportit, sepse kjo përveç klubit dhe pjesës e shkollës që është për të mësuar, për të trajnuar të rinj, të reja, të gjitha moshat, të gjithë grup moshat, është edhe klub sportiv që funksionon brenda Federatës Shqiptare të Sporteve me Kuaj
dhe organizohen evenimente të ndryshme të kampionatit kombëtar. Për gjithë njerëzit që janë të interesuar, kjo është e hapur çdo ditë të javës, nga e hona deri në diel. Ne jemi të pranishëm këtu, i gjithë stafi bashkë me kuajt. Jo vetëm në verë, Gazmen, në çdo Në çdo ditë, në çdo muaj të vitit, përjashtu tani në verë kohën e gushtit ku është temperatura mbi 35 gradë. Edhe këto ditë nuk është e hapur nga ora 10 deri në orën 5 masditës, po paradite, mëngjes dhe masditën darkë është sepse temperatura e lartë nuk bën. Normalisht nuk është mirë, edhe për kuajt edhe për njerëzit sigurisht. Patjetër që nuk është mirë. Po në ditët kur bie shi, furtunë, breshër. Për pasionantët e sportit nuk ka Rëndësi fare. Nuk ka. Nuk trëmben as nga bora as nga shi. Jo, përkundër si. Megjithatë Gazmen, unë tani erdha dhe meqense kam ardhur me si grup xhirimi, sigurisht që hyra serbes. Po normalisht nëse vi si kliente, paguaj një bilet, është hera parë, do më mësosh ti mua të hypi të bëj një xhiro në kal për herë të parë. Sigurisht. Si funksionon? Sa kushton? Kush janë shërbimet? Atëherë, për gjithë njerëzit që janë të interesuar të kalerojnë të bëjnë një kurs të rregullt hipizmi, thash është e hapur çdo ditë javës dhe kuajt janë kuajt të mësuar dhe kuajt të përshtatshëm pikërisht për këtë punë, për hiposhkollë, që mund ta quajmë. Është me regjistrohen kush me fjalë vinë njerëzit tu regjistrohen, bëjnë dhe pagesën dhe është me orar, me një ka një instruktor në dispozicion. A kuptoj. Kur është kurs, tani unë dua të di erdha të bëj një xhiro me kal. Okej, ajo është e mundemi të realizojmë këtë gjë. E si funksionon kjo dhe kjo është me një pagesë, me një bilet, me një. Normalisht neve këtu jemi për ta ndryshuar pak a shumë këtë konceptin e thjesht vetëm një xhiro. Mirë është që kjo të funksionojë si shkollë e mirëfill dhe njerëzit ta kuptojnë që kali nuk është ndryshe nga bicikleta, ndryshe nga është gjë e gjallë, do atë kohën e vet, do një përkushtim pak të si ndryshe nga ata. Ajo nuk është se është ndaluar se bëjmë dot, po gradualisht ne duam që të futet kjo frymë. Do me thënë nuk funksionon realisht në këtë formë, që vi unë edhe dua të bëj xhiro me kal edhe s'është kaq e thjeshtë. Ja, nuk është ashtu se s'është kaq e thjeshtë sepse e the janë shkafsh, është gjë e gjallë. Normal. Patjetër, por përveç kësaj, si gjë e gjallë pikërisht, sa bukur që po shumë i bukur ai kali atje. Ishte mashkull dhe kishte emrin? Është poni irlandes. Është 4 vjeç. Mosha e tij është 4 vjeç. Tani sa është në fillimin e karrierës tij sportive edhe të punës tij normal. Po stërvitje, po para përgatitet për sport, për gara. Dhe ajo që më bëri përshtypje mua është që është një vajzë që po e stërvit. Po. Ka vajza këtu apo është vetëm ajo që e bën këtë punë? Sot për sot fatkesisht duhet thonë, është e vetmja që bën gara. Pra që vjen stërvitet rregullisht dhe del në gara, konkuron dhe në garat e organizuara nga. Dhe ndërkohë shoqja e një mirë Karlin që dita stërvisja ta kontrolloj. Po ka shumë kohë që merret me këtë punë. Ka vite. Sa vjeç është? Që stërvit 18. 18 vjeç, duhet të ketë filluar e vogël fare. Shumë e vogël, moshën 10 vjeç ka filluar. Bravo, po pse nuk ka vajza që e bëjnë këtë gjë, po ka vajza që shullohen në kafe? Si do ja bëjmë t'ja themi? Fatkesisht kjo gjë. Se jeta është shumë e bukur, po shikoj që të paktën këtu në Shqipëri nuk e pasurojnë me pasione njerëzit jetën, nuk e di tani sa e kam gabim. Jo, e vërtet është, e vërtet. Realisht, ky sport është ndryshe nga tjerët, sepse pikërisht për femrat ju jep një mundësi shumë më të madhe se sa sportet e tjera. Këtu ato mund konkurrojnë në nivel të barabartë, kushtet barabarta njësoj si femrat dhe meshkujt. Dhe kjo e bën gjithashtu të bukur këtë lloj sporti. Normal. Nuk është si këto sportet e tjera aq shumë mashkullore, siç është gara me makina ose gara me motor që janë vetëm meshkuj. Janë të diferencuara, domethënë janë të ndara. Të ndarë, po, sekset. Po. Kjo është një sport individual që realisht mund ta ushtrojë në çdo moshë, në çdo kohë dhe konkuron në nivel barabartë. Gazmen, sa e vështirë është të rrisësh, të menaxhosh, të stërvisësh një kal? Dua ta nis me
anën ekonomike, sa shpenzime ka dhe pastaj sa shpenzime ka edhe fizik, mendor, psikologjik. Atëherë ajo që i përmbledh të gjitha këto është kali nëse vendos ta mbash, duhet të jesh i përkushtuar gjatë gjithë kohës me te. Ai nuk do të di se ke hall, ke gzim, ke hidhrim. Do të jesh i përkushtuar fizikisht dhe materialisht me te gjatë gjithë kohës. Cilat janë përgjithsisht kërkesat e një kali? Atëherë ku ka një shërbim që duhet t'ju kryesh, pra t'ju ofrosh çdo ditë. Nga mëngjesi deri në darkë, kanë oraret e caktuara të ushqimit, të ushqyerit, kanë oraret e caktuara të stërvitjes, të nxjerrjes jashtë në lëndina me fjalën patok që quhet për aerosje, dhe përveç kësaj pastaj janë disa shërbime specifike që duhet normalisht në kohën e caktuar, për shembull një herë në muaj ose një herë në 2 muaj t'ju kryesh me patjetër. Kush janë? Se më kujtua tani unë që kam kafsh qenë dhe mace, mendova qethjen për shembull. Realisht ashtu është edhe për këta. Atëherë fillon që nga të ushqyerit, kashaitja ajo që quhet pastrimi, është mbathja, vaksinimi, pastrimi edhe tek thundrat poshtë, që duhet të bëhet për ditë në mënyrë të vazhduar, edhe ne i qesim, jo vetëm që ke qenë edhe kuajve ju qethen flokët, bishti. Ju krihen sidomos. Çdo ditë, 2 herë në ditë. Krehja bëhet 2 herë çdo ditë. Çdo ditë, 2 herë në ditë. Ama sa e bukur duhet jetë Gazmen që të nisësh dhe të ngrysësh ditën duke u marrë me një gjë të tillë. Më shpjego si është për ty emocionalisht nga gjendja shpirtërore. Është e vërtetë, është shumë relaksuese, është një botë në vete që normal momentin që krijon atë lidhjen, krijohet lidhja mes të dyve, humbet, hutohesh komplet, harron gjithçka. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Gazmen, do na dhurosh pak ekskluzivisht për këtë programin tim një, le të themi, shëtitje kështu, jo garë, sepse gara nuk bën, gara është kur ka dhe të tjerë, po një kalërim, ha? Po, patjetër. Faleminderit. Morning comes and her hair's all a mess. That's when she thinks she looks her worst. It's times like this she don't know why. Njerëz, internet sa, YouTube sa, ju siguroj që nuk qenë ka fare e thjesht të mësohesh të kalërosh. Është e frikshme, por është edhe adrenalinë shumë e bukur. Është e turpshme nga ana ime, kem frikë nga një kal i bukur i bardhë si puna e këtij kalit që është këtu, por jeta është e bukur pikërisht sepse ka gjëra të tilla, ka edhe frikra, të mëdha dhe të vogla. Kjo është një frikë e vogël, e madhe, e bukur. Kaq kisha. Miropafshim.